pse po mblidheni sot? Është takim i rregullt i grupit parlamentar të LDK-s për me diskutu zhvillimet politike edhe me konfirmu qëndrimet tona si parti. Dhe rrugën përpara, në fakt. A keni pas takim me partitë opozitare që kanë marrë pjesë që po kërkojnë me thirrë seancën një dje? Jo, kemi qenë në kontakt, kemi qenë të vetëdijshëm edhe për aksionet, por tani jemi në një udhkryq për gjithë vendin edhe në një sfidë kushtetuese për të cilën vërtet duhet me pas qasje edhe të kujdesshme edhe për shkak të sentimentit edhe e ndjeshmërisë që kanë qytetarët ndaj institucioneve të Kosovës. Edhe unë po vazhdoj me i bë thirrje partisë së parë që ta thret seancën edhe ta konstituan kuvendin dhe të bën veprimet që i takojnë e ju ta lënë gjithë vendin në blokad. A keni qenë dje në kuvend apo s'keni qenë fare? Po, kemi qenë në kuvend, por tani është si parti duhet me pas edhe përgjegjësinë e lartë në kuptimin e thirrjes për me i bë institucionet, po gjithmonë duke pas parasysh edhe momentin, duke mos i dhënë kohë tjetër. Na nuk dojmë që të shkojmë tek një përçarje qytetare dhe një konflikt. Edhe një pyetje përfund, a keni pasur ftesë për takim nga kryeministri Kurti dhe nëse po, a keni pranuar se diçka? Jo, nuk jam e vetëdijshme që ka pas edhe me gjas nuk ka.